Qeveria themeloi Këshillin Nacional për Hetim Financiar dhe Konfiskim të Pasurisë, ku aktualisht janë aktive 50 lëndë të korrupsionit të lartë. Krerët e ekzekutivit pohuan se për të qenë kjo luftë e suksesshme, nevojitet forcimi gjyqësorit dhe i prokurorisë në aspektin institucional si e pavarur dhe jo selektive. Kryeministri Hrisjan Mickovski tha se shteti më në fund do të qëndrojë i fortë pa kompromis kundër krimit dhe korrupsionit. Ai tha se lufta kundër korrupsionit dhe krimit do të arrijë në tjetër nivel dhe të përfundojë me konfiskimin e pasurisë e fituar në mënyrë të paligjshme, sepse krimi nuk duhet të shpërblehet. Ova vlada ја започна борбата против криминалот и корупцијата не со декларации, туку со дела. Во моментот, повеќе од 50 предмети за висока корупција се во постапка, случаи кои со години биле заткриени, одложувани или игнорирани. Но ова не е крај, туку почеток. Очекуваме отварање на нови случаи, темелни истраги и резултати што ќе ја вратат довербата на граѓаните во државата и во институциите. Јасно и гласно сакам да порачам, нема селективна правда, нема заштитени, нема недопирливи. Detyra e Këshillit do të jetë si mekanizëm mbikëqyrës në kuadër të ekzekutivit, ku përmes institucioneve me kompetenca dhe përgjegjësi ligjore do të bëhet verifikimi i prejardhjes së pasurisë në mënyrë që të detektohet përfitimi i paligjshëm pasuror, i cili vjen nga krimi i organizuar dhe korrupsioni i lartë publik. Ky këshill do të udhëhiqet nga zëvendës kryeministri për qeverisje të mirë Arben Fetai, i cili tha se kanë rol kyç në koordinimin, mbikëqyrjen dhe orientimin strategjik të të gjitha këtyre proceseve hetimore. Janë hedhur themelët e duhura, por faza e ardhshme kërkon vullnet politik, më tepër investime financiare dhe më shumë koordinim. Dhe pikrisht për këtë arsye është krijuar ky këshill. Roli i Këshillit Nacional nuk është që të zëvendëson institucionet operative, por të sigurojë që ato të veprojnë në të njëjtin drejtim me prioritete të përbashkëta, të definuara mirë dhe me përgjegjësi të matshme. Ky Këshill Nacional ka një përgjegjësi të rëndësishme, të siguron mbështetje të fortë politike si dhe llogaridhënie. Formimi i këtij këshilli u bën në shtator të 2025 me vendim të qeverisë me qëllim të vendosjes së drejtimit politik dhe për të përcaktuar bashkëpunim ndërinstitucional atje ku zbatimi ka qenë i fragmentizuar. Në këtë seancë të ekzekutivit u hartua dhe strategjia kombëtare për forcimin e kapaciteteve për zbatimin e hetimit financiar dhe konfiskimin e pasurisë 2025-2028 dhe plani veprimit 2025-2026 si shtuhet në përputhje me standardet europiane, si një nga kushtet vendimtare të integrimit në Bashkimin Evropian.